Qindra studentë shqiptar të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut kanë dalë në një protestë masive për të kërkuar përdorimin e gjuhës samtare shqipe në provimet e diplomimit. Sipas tyre, kjo e drejtë ekziston ligjërisht, por nuk zbatohet në praktik. Kjo protestë nuk duhet të ndodhë të kur. Nuk duhet as të mendoj që në vitin 2026 studentët e dilnin në rrugë për gjuhën e tyre. Por para se të jemi student, para se të jemi profesionist, ne jemi shqiptar. Dhe kur preket gjua, preket vetë themeli ynë. Gjua shqipe nuk është vetëm mënyra si flasim, është mënyra si ekzistojmë, mënyra si kemi mbjetëruar, qëndruar e si kemi ardhur deri këtu. Studentët theksojnë se përdorimi i gjuhës samtare shqipe është thelbësore për të qenë të barabartë në ushtrimin e profesioneve juridike si avokat, gjyqtar apo prokuror pas një kufizim. Gjatë protestës ata mbanin pankarta me mesazhe si gjua shqipe drejta jon, ne flasim shqip dhe nuk ka shtet parini, duke theksuar se kërkesa e tyre nuk është politike, por një çështje e të drejtave themelore. Studentët kanë nënshkruar gjithashtu një peticion me të cilin kërkojnë zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, duke argumentuar se megjithëse shqipja ka një status zyrtar, provimi i jurisprudencës zhvillohet kryesisht në gjuhën maqedonase, gjë që krijon vështirësi dhe pabarazi.